Kampionja e Europës në atletik, Luiza Gega ka vendosur të marrë një vit pushim nga aktivitetet sportive, një vendim që ajo e konsideron të nevojshëm pas viteve të ngarkuara me stërvitje dhe gara intensive. Në intervistën për radio-televizionin publik shqiptar, Gega u shpreh se ky pushim është një moment të reflektimi dhe rikuperimi për të rikthyer më pas energjitë e duhura në pistë. Për momentin unë kam marrë një vit, le të themi, pushimi. Mbas lërave olimpike e kisha vendosur që do të bëj një vit pushim më tepër për të reflektuar për gjithë ecurinë time, sepse sporti nuk ka fund. Unë fakt me rezultatet që kisha vazhdoja të isha mirë, por që ndjem pak e lodhur psikologjikisht. Kampionja kërkon më shumë mbështetje financiare për sportistët shqiptar, duke theksuar se suksesi kërkon sakrifica të mëdha ekonomike, që shpesh mbeten pa vlerësimin e duhur. Kur arrin një moshë të re, pjesa më e madhe e tyre sigurisht largohet nga sporti, sepse me sportin sot as nuk mund të mbulosh, po themi, ato shpenzimet bazë minimale që kërkon një më të pretendosh që ti të shkosh në përgrumbullime që një sportist i nivelit lartë është pa mundur që të arrijë rezultatet larta pa bërë ato grumbullimet. Në fund, atletja përgëzoi qytetin e Shkodrës për respektin që tregon ndaj figurave të sportit përmes aktiviteteve dhe eventeve që nderojnë të kaluarën sportive të qytetit. Në fakt na mungojnë aktivitete të tilla dhe është e vështirë që ti mbash fëmijët të motivuar pa aktivitete, kështu që uroj shumë që të bëhen sa më shumë. Pavarësisht pushimit të përkohshëm, Gega mbetet një shembull i përkushtimit disiplinës dhe krenarisë kombëtare, duke treguar se suksesi nuk matet vetëm me medalje, por me dashurinë për sportin dhe vendin që përfaqëson.